unë kam propozuar pse mos të vendoset për Sazanin me referendum. Sepse po flasim për të vetmin ishull aset kombëtar që ka Shqipëria, që ka qenë një bazë ushtarake, edhe për ato ka vlera, dhe të vetmin ishull që ne kemi, ne po e japim në mënyrë themi më banale të mundshme, po e falim. Si qoftë që kryeministri po e bën për ato ambicjet e veta politike në dëm të gjithë shqiptarëve. Pra, alternativa ngelet midis një Sazani që bëhet si gjithë jugu i Shqipërisë, që është vetëm beton, pa e pasur fare ndjerësim për natyrën, dhe është një beton i privatizuar, nuk është as një shërbim ku ti e ke ndërthyer me natyrën dhe ke lënë hapësira të mëdha të lira natyre dhe publike, dhe aty ke integruar hotelet e resortet e luksit. Jo, ti e ke penalizuar totalisht, e ke privatizuar totalisht, duke i larguar njerëzit, qytetarët shqiptar nga ajo mundësi për ta jetuar Bregdetin shqiptar. Atëherë, ti mund ta bësh këtë dhe në Sazan, dhe po fillove me këto 50 vila, hotele, ai ashtu do përfundoj gjithi. Mbas disa vitesh do ta shikojmë të gjithën të rrethuar dhe të gjithën betonizuar, ose ofron një menaxhim ndryshe. Shteti është vetëm pronar i tokës dhe investimi dhe zhvillimi që bëhet nga të, bëhet nga qytetarët. Investitorit të bëhemi vetëm me qytetarët e Shqipërisë, nëpërmjet krijimit të një fondi investimi, ku të gjithë shqiptarët të kenë mundësi me aq pak sa munden, do ketë një kotë minimale, por shumë e vogël, dhe do ketë një tavan, dhe aty le të bëhen investitor 10.000, 50.000, 100.000 shqiptarë nga gjithë botat investojnë. Me këtë kapital do menaxhohet nga një bord ku do jenë përfaqësuesi qytetarëve dhe profesionistë, dhe do filloj që nga seleksionimi i projektit më të mirë për Sazanin. Jo si që është vepruar që investitori erdhi dhe tha unë do të bëj vila, aty do bëjmë 50 vila, do bëjnë hotele. Praktikisht ajo do kthehet si një nga zonat e jugut kur ne shqiptarët sot nuk kemi akses. Kjo është një ide që duket shumë themi e parritshme për si vjen gjëra sot në Shqipëri. Por unë jam i mendimit se kur qytetarët e kuptojnë çfarë është në interes të tyre dhe bëhen bashkë, çdo gjë është e arritshme.